ujnë do ta përgjysmojmë tarifën e ujit. Dhe bashkia nuk do mund me ligj të vendosë më shumë se 1% të xhiros. Taksa sot shkon deri në 8% të xhiros, 7% të xhiros dhe sillen në mënyrë absurde. Plus që do ketë lehtësira edhe ndogana. Çka do e bëj furnizimin tuaj më të lirë. Po, do se ne nuk ecim me parimin e tarifave të larta ndogana, jo ne jemi për tarifa të ulta. Ky është programi ynë. Doktor, ne kemi Partia Demokratike ka bërë një kërkesë shoqata e biznesit vogël për amnisti fiskale për bizneset e vogla sepse janë krimbur dhe gjoba të absolutisht tendencioze. 100 ditë të para do të jetë amnistia fiskale për të gjithë bizneset e vogla, por do të jetë amnistia për të gjitha gjobat. Jo vetëm për bizneset e vogël, por dhe për qytetarët. Për qytetarët, për pensionistët, për këtë ju garantoj se ky do të me bë amnisti për trafikantët, jo nuk bëjmë ata. Ata nuk i duam, se ato parat tyre po e rëzojnë ekonominë për tokë, po e kthejnë vetëm ndërtim, të cilin nuk e blejnë dot, sepse shkon çmimi sa në Mëni, sa në Paris, dhe degët e tjera të ekonomisë bien. Kështu që ne japim fund kësaj situate dhe me vendosmëri të madhe. Dhe gjobat i keni të sigurta që do amnistohen. Ne themi se ju si Parti Demokratike jeni në rrugën e durë. Se themi, sepse me vendin e pragut të minimumit jetik. Sot bizneset e vogla e të mesme, xhiron e tyre e bëjnë nga pensionistët, apo kështu nuk vinë oligarkët për bëjnë. Pensionistët dhe shtresa e mesme. Minimumi jetik, rritja e rrogave minimale, rritja e pensioneve, detyrimisht do të rriti dhe xhiron e këtyre bizneseve që edhe këta të rritin që kapitalet e tyre. Kjo është një premtim që ju e keni bërë. Premtim solem. Dhe kjo do jetë, besoj unë, leva e argumentit për ta zhvilluar biznesin. Unë ju falenderoj shumë për komentin dhe për vlerësimin. Do të jetë absolutisht akti i parë. Shiko, pse dhe çdo shqiptar duhet ta kuptoj, pse ne jemi kaq vendosur në atë minimum? Sepse quhet jetik. Nuk kemi quhet ne jetik. Jetik quhet në të gjithë shkencën. Jetik quhet në shkencat në fiziologji. Jetik quhet në sociologji. Jetik quhet pra ai minimum është sidomosdoshëm që një njeri të mbaj veten, të mund të mbaj veten, nuk e pasuron, nuk e lumturon, por ama e përjashton nga disa dhimbje të parësyeshme. Dhe ne do bëjmë atë. Ai është jetik, edhe për ne është jetike që ta bëjmë atë. Shumë faleminderit dhe uroj shumë të mira. Miru pafshim dhe ju siguroj se do bëjmë gjithçka për suksesin. Sa më ju jeni njerëz që e nxjerrni me mund të djersh, me mund të madh atë jetën. Po presim. Patjetër. Përshëndetje. Përshëndetjet për zemërta. Faleminderit. Kam shumë kënaqësi që jam këtu. Edhe ju kam kënaqësi që jam këtu sot tek ju. Mirë se u gjeta.